Të mbushura me oriz po përgatit për sot, edhe si përgatit unë. Orizin si qikoni e kam zier pak, bashkë me këto, me disa perime brënda do me thënë, në qoftë se nuk e keni parë kam quar tek video e parë, edhe tani do mbush të gjitha perimet që kam, unë përdora kungull, speca të kuq, se kanë më shumë shije për mua nga specat me ngjyrë tjetër, edhe domate. Disa më shkruajtët që nuk e zieni orizin për të bërë perimet të mbushura në furrë, unë nuk e bëj me atë mënyrës se më duket sikur del pak i fort orizi, edhe djalit nuk i pëlqen, ndaja edhe e ziej pak fare në fillim, duke skuqur qepën edhe duke zier pak orizin, edhe pastaja i mbush të gjitha perimet me radhë. Siç mund të shikoni, unë vendosa edhe disa patate në për të. Edhe orizi që më tepëroj, kuptohet që nuk do ta hedhim poshtë, do ta hedhim brenda në tepsi se ky ka shije shumë të mirë. Unë i hodha edhe pak ujë fare që të munden të ziejnë perimet edhe orizi deri në fund dhe patatet gjithashtu, pak vaj ulliri nga lart, një çik kripë që të marrin edhe perimet, po të doni mund të hini edhe pak krip brenda tek perimet para se t'i mbushni me oriz, prap nëse doni që të dalin me krip, nëse jo nuk mund t'i hidhni. Edhe pastaja do të vendosni në furrë 180 gradë. Do kuqen kështu nga lartë, do bënen bo, edhe pastaja do t'i lëm të ftohen që t'i presim dhe t'i hamë, edhe dalin të shkëlqyeshme, jam, si them edhe unë. Ciao, kaloni